A nuk ankohemi shpesh herë nëpërmjet ligjëratave tona, nëpërmjet tubimeve tona, nëpërmjet kontakteve të shpesha me njëri tjetrin, por realitete për të cilat nuk kemi razi. Mirë, po pyetja që duhet me i pa njëri tjetrit në këto momente është, unë edhe ju në këto realitete ku e kemi vendin? A mos vallë ne në një mënyrë një tjetër po e bunkerizojmë fenë tonë dhe po e kthejmë thirrjen e Hazreti Pejgamberit alayhi salatu wasalam në një thirrje shumë të ngushtë vetëm brenda mureve të xhamisë? Përse ne nuk kemi kurajë që dritën e pastër të kësaj feje të mëndueshme islame ta marrim dhe ta përhapim gjithandaj kudo që jemi, e me këto që jemi, pa asnjë ndrojtje, sepse kjo është vula e identitetit tonë dhe tabani jonë kombëtar dhe shpirtënor. Një taban që e kemi trashëguar prej baballarëve tanë, apo na vjen në zorë dhe marrë sot prej baballarëve tanë, e prej tabanit tonë. Përse ne kur shohim në shumë realitete të shoqënive tona, në qytete të ndryshme, në çdo cep të këtij vendi i kësaj harte të bekuar, kur shohim diçka që nuk na pëlqen, a vrapojmë për të gjetur një mënyrë të urtë për ta korrigjuar, apo themi ç'm duhet mu? Ata që ishin para nesh dhe merituan çfarë merituan, thonin ç'm duhet mu. Prandaj muji i mëndueshëm i Ramazanit vjen për të na kthyer drejt hartës së vlerave. Nipi i pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, Hazreti Hasan ibn Ali, Allahu qoftë i kënaqur me të dy, ka një fjalë shumë të madhe. Do thotë kështu: ata që ishin para jush e shihnin Kur'anin si rasail min rabbihim, pra si ca letra dhe mesazhe nga Zoti i tyre. Dhe u ndala paksa. Më kujtu vetja kur isha student në Damask. Dhe qëllonte që vinte ndonjë letër nga baba, rahmet pastër, a nga gjyshi, rahmet pastër, a nga dikush prej të afërmve, ose vinte ndonjë letër nga hoxha i on, rahmet pastër, Sheikh Bebi Suleiman Gavoçi, Allahu e nalsoft gradën e tij në xhenetet më të larta. Të gjitha ato letra i kam të ruajtura akoma sot, në një dosar të posaçëm dhe nuk ka pasuni të kësaj bote që përshon atë dosar. Mirë po, nëse një njeri i zakonshëm si ky që flet, vlerëson letrat e dikujt prej të dashurve të tij, nga hoxha i tij e poshtë, si një pasuni e jashtëzakonshme, po mesazhet hyjnore që na vijnë nga Zoti i gjithësisë, si duhet me i trajtu? Kur'anin jo thjesht me e puth dhe me e vu në ballë. Kur'anin jo thjesht me vendos në vendin dhe pozitën më të lartë, por me u përpjek me ba atë që e them shpesh herë, me u përpjek me e praktiku Kur'anin familjar me të gjvid. Ne jemi mësu dhe të rrasim dhe zhvillojmë kurse dhe shumë mirë që e bajmë këtë për të mësu njerëzve të gjvidin e leximit të Kur'anit. Mirë po kemi nevojë sot ma shumë se asnjëherë tjetër për të mësu njerëzve të gjvidin e praktikimit të Kur'anit, ose praktikimin e Kur'anit me të gjvid, ashtu si Zoti i gjithësisë është razi për ne.